Mirëmëngjes. Sot do doja të ndaja me ju mendimin tim modest kush janë hiperdëmet e qeverisë Rama, rilindjes për 12 vjet. Rilindja për 12 vjet ka dëmtuar shumë adheon në të gjitha fushat. Nisur nga demokracia, që është parësore dhe implikon gjithë të tjerat, deri te çështja më e parëndësishme kombëtare ose shoqërore. Qeveria Rama, në kuptimin tim modest, ka prodhuar 3 dëme të jashtëzakonshme shoqërisë, hiperdëme. Dëmi i parë ose hiperdëmi i parë është hedhimi, zgjerimi deri në të pakapërcyeshëm të endeput midis shoqërisë dhe qeverisjes. Ka ardhur momenti ku qeveria e konsideron, e ndjen, e percepton qeverisjen si një pushtim ose stabilizim të një kaste me pushtet, e cila vendos për diçka që ka lidhje me shoqërinë, me individin, me grupet, me komunitetet. Si e krijoi këtë dëm kaq të madh qeveria Rama? Për shumë e thjesht ngatroi konceptin e forcimit të institucioneve me konceptin dhunë shtetërore ndaj njerëzve që shkelin ligjin. Po jemi duke folur për ato rregullat minore, se patjetër para krimit është tjetër gjë dhe nuk ka ndodhur, dhe para individëve të cilët ndërtojnë pa leje, për shembull, nuk paguajnë energjinë, nuk paguajnë taksat, nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor, këto shkeljet minore që vërtet ka një vlerë, por në një shoqëri si shoqëria shqiptare në tranzicion e sipër, nuk janë gjëra aq të mëdha, aq më tepër kur pa leje ka ndërtuar rreth 600.000 familje shqiptare, kur energji nuk e paguani një numër i jashtëzakonshëm. Taksat gjithashtu. Ne dimë që vetëm 60% e ekonomisë shqiptare është formale, do të thotë që 40% është jo dhe aq formale, ku taksat ose mos pagimi i tyre është shumë i rëndësishëm ose zë një vend shumë të rëndësishëm. Këtë bëri qeveria Rama. Duke i vënë vetes qëllim të bënte shtet, ngatroi faktin që shteti nuk ndërtohet duke goditur njerëz që nuk kanë mundësi të marrin leje, prandaj ndërtojnë pa leje, që nuk kanë mundësi financiare të paguajnë energjinë elektrike sepse janë të varfëra, apo taksat. Goditi këta duke menduar që, duke supozuar që po janë duke ndërtuar shtet. Gabim shumë i madh. Dëmi i dytë ose hiperdëmi i dytë i qeverisjes Rama në këto 12 vjet, po që në fillesë, që në ditët e para, ishte ekzekutimi i qeverisjes vendore. Është një nivel shumë i rëndësishëm i qeverisjes. Rama e elaboroi atë duke nisur me diskursin, që në ditët e para me diskursin e ndërtimeve informale. Ndërtimet informale, ose me formale, por me leje të diskutueshme, me kjo ha debat pastaj ç'do të thënë leje diskutueshme. Sidoqoftë, kthehemi te çështja, sulmi më i parë, nëse ju kujtohet, në të gjitha sektorët ishte kundër ndërtimeve informaleve dhe ndërtimeve formale, por me leje të diskutueshme. Dhe çfarë bëri? Aksione kudo, luftë kudo, e kështu me radhë, por përfundimi i luftës ku futën me dhjetra, qindra, ndoshta edhe me mijëra njerëz në burg për ndërtime informale, kush është që pas 12 vjetësh ne dyfishuam numrin e ndërtesave informale. Pra, në kohën e Ramës, e zotit Rama, në Shqipëri janë ndërtuar po aq ndërtesa informale sa gjithë pjesën tjetër të tranzicionit shqiptar. Së dyti, mori në dorë lejedhënien. Pra ja hoqi është një funksion i qartë i pushtetit vendor, menaxhimi urban, administrimi i territorit të vet. Dhe lejedhënia ose kontrolli i zhvillimit që e quajmë ne urbanistët është një funksion i padiskutueshëm. Në Shqipëri është që prej vitit 2000 kur u bë reforma socialiste e decentralizimit, atë e mori. Që atëre deri më sot leje të jep
përgjithsisht zoti Rama, veçanërisht lejet e veçanta dhe për këtë ka bërë një gjë që siç e dëgjuam edhe një herë më parë, ku kryeministri me ligj ka të drejtë të shkelë ligj për mos u sjellë. Rilinja urbane është gjithashtu një ekzekutiv i pushtetit vendor, është një funksion i pushtetit vendor, të cilin duhet ta kryejë ai. Në fakt, unë harxuan 2.3 miliardë euro nga të taksapaguesve shqiptar për bërjen e këtyre shesheve qendrore të qyteteve të rëndësishme në vendin, pothuajse të gjithë qyteteve. Pra, kjo ka një qere me probleme e rilindja urbane, por problemi thelbësor sipas meje është që ndihmojnë në ekzekutimin e pushtetit vendor. Sot pushteti vendor nuk ekziston, qarku absolutisht. Se dëgjojmë as në televizor, që s'ndodh asgjë te qarku, përveç se ndahen rrogat. Bashkitë gjithmonë më keq. Bashkitë gjithmonë më keq, performojnë gjithmonë më keq, gjitha gjërat i kanë në dorë qeveria. Çështjet kryesisht urbane që janë lokale, dhe zoti Rama u kthye nga një kryeministër që u votua në 2013 në një kryebashkiak të Republikës, se drejton gjithë punët e Shqipërisë me ata 81 drejtorët e vet, nga të cilët 20 janë ministra, 61 janë kryetar bashkisë. Hiperdëmi i tretë është edhe ky shumë i madh dhe shumë i dëmshëm është ngadhnimi i fasadizmit mbi racionalitetin njerëzor. Të bërit të gjërave bukur përballë të bërit të gjërave të bukura. Në fakt, një shoqëri patjetër duhet i bëjë gjërat bukur, por duhet bërë gjërat e duhura, ato që duhen duhet i bëjë bukur, jo të bëjë gjërat të bukura pa lidhje. Të bëjmë një gjë vetëm se del bukur, jo duhet bëjë gjërat e duhura bukur. Dhe s'ka nevojë t'ju flas shumë për fasadizmin e zotit Rama, sepse është një nga 2-3 karakteristikat thelbësore të qeverisjes së tij. Gjithçka shkoi në kuptim të bërit gjërave bukur. E keni dëgjuar sa bukur janë bërë sheshet e rilindjes, sa bukur është bërë lungomare, sa bukur është pazari këtu, ajo kështu. Kurse një shoqëri ka nevojë për ekonomi, ka nevojë për një model ekonomik që të funksionojë pastaj, që të futet në atë ciklin vetë përsërisësh ekonomik. Jo të investohet për të bërë gjëra të bukura, se e përsërita disa herë, por është thelbësore, por të investohet, sidomos paraja publike, atje ku mundsohet pastaj që të rritet sektori privat. Këto janë, si thuash, 3 hiperdëmet. Dëme ka sjellë pafund qeveria e zotit Rama, por 3 hiperdëmet nga ku origjinalizon çdo gjë e keq që shikoni sot ju kudo në jetën tuaj, fillon nga këto 3 hiperdëmet e mëdha që solli qeveria Rama. Një diferencë e madhe midis qeverisjes dhe shoqërisë, çka s'është normale, qeverisja nuk është tjetër vetë se, si thuash, maja e shoqërisë që përfaqëson shoqërinë në zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme të kombit, të shoqërisë, të shtetit. Nuk mund të jenë armiq, nuk mund të jenë të ndarë. Një, qeverisja është e shoqërisë. Nuk është e armikut. Shumë problematikë e madhe. E dyta e thamë, vrasja e pushtetit vendor. Qasja e qeverisjes në 2 nivele është thelbësore për një vend demokratik. Për shumë arsye, por nuk po zgjatem. Dhe së fundi, që është më e rëndësishme, është humbja e logjikës, marrja ose investimi te gjërat që ngjajnë bukur, jo te gjërat që sjellin përmirësim cilësor të jetës së qytetarëve, ose të mundësive ekonomike, mundësive kulturore, mundësive politike, demokratike të qytetarëve, jo investimi i parave publike tek gjërat që duken bukur, po jo vetëm rilinja urbane, se ndoshta i rash çik shkurt aty, por janë të gjitha projektet janë duket bukur. Marrim PPP-t e mjekësisë. Duket bukur që një shtet merr përsipër të paguajnë check-upin e të gjithë njerëzve në një moshë të caktuar.
Shësa bukur ngjarje. Produkti zero. U agjuan 130 milion kam gjuar euro, por s'ka asnjë produkt. Dhe pse nuk do hy tani, sepse humim ko pa fund, por nuk ka asnjë produkt, nuk ka asnjë përfitim, as individisht në shoqëri, as shoqëria si një tërë. Por duken bukur, i bën këta zotrin të ndihen mirë, dhe në të njëjtën kohë të bëjnë para, e kemi thënë, por kjo nuk është shumë e rëndësishme, pakën jo për këtë komunikim të sotëm. Faleminderit shumë, shifemi nesër ndoshta. Mirupafshim.